Për shembull, thot ai. Dola nga bypassi I Vlorës dhe shkova sepse do bëja një mjek, thot. Dola nga bypassi I Vlorës për të shkuar shpejt në spital në Tiranë për të bërë një bypass një pacienti. Kemi dy shpërdorime të ndryshme të bypass, po përdorime në kuptime të ndryshme. E përdor profesor Xhevat Lloshi. Dhe ja, këtu nuk kemi analfabetizëm funksional, por kur ti thua, mos hezitoni ta humbisni, ti thjesht ke dëshirë të përdorësh fjalën hezitoj, të duket e bukur, por se ke përdorur në vendin e duhur. Siç ti nuk mund të mami ç'po bën mami po bën drekën, ti nuk mund të thuash mami po përgatit drekën. Jo, nuk është ai regjistër. Më kuptoni? Pra duhet I përshtatemi kontekstit ku përdoret fjala apo dhe fjalia e tërë. Shumë diskutime ka pasur edhe për librat e fëmijëve në fillore. Po. Shumë shpesh janë kritikuar, po. E di se kam qenë pjesë e këtyre debateve her pas here. Tani ashtu është, unë mendoj që kjo gjë shmanget, së pari një herë para se të kaloj tek shmangja. Sa e vërtet është? Këtu dua të dal. Po. Mos harrojmë që ne kemi shtëpi botuese rigoroze dhe shumë serioze të librit shkollor, nuk e di nëse mund t'i përmend apo jo. Se mund të për efekt marketingu nuk mund t'i përmend. Shumë serioze, të cilat bëjnë libra shumë cilësor. Unë I adhuroj kur prek në dorë, sidomos janë dy shtëpi, e din ata. Janë dy shtëpi botuese shumë serioze, të cilat të ndihmojnë zyshat të punojnë me qef. Sikurse kemi shtëpi botuese që çedojnë, por për shkak të mungesës së seriozitetit të filtrave që duhet të vendosin institucionet në fuqi, librat kalojnë. Okej. Dhe dëmin pastaj e kanë këta që nuk e din kush e ka shkruar lahutën apo që nuk e din se çfarë instrumenti është futur në UNESCO apo në. Se kemi parë, po unë dua ndonjëherë edhe të mos I besoj ato tekstet që paraqiten zakonisht tek fëmijët në fillore. Ka pastaj edhe skupe që bëjnë mediat e ndryshme. Okej. Skupe që për mua siç ishte skupi I gjuhës 3 ishte qesharak, gjuha 3, që u pretendua mediat e ngritën me të madhe, u pretendua për një gabim që në fakt nuk ekzistonte fare, nuk dua t'i futem këtë muhabeti, pra për të thënë që mediat shpeshherë përdorin edhe fakte jo të vërteta për të bërë skupe. Patjetër, ndodh edhe kjo, po nuk është e drejtë dhe nuk duhet padyshim një media serioze asnjëherë të arrijë në këto nivele. Ka edhe libra të cilat çedojnë për shkak se filtrat nëpër të cilat ato duhet ta kalojnë nuk janë serioz dhe të duhurit. Mua më erdhi në mendje zysha ime fillores. Edhe më kujtua një lojë që ajo e bënte që ne të mund të fillonim edhe të lexonim sa më mirë. To janë metoda. Nuk e kujtoj mirë tamam eksaktësisht, po ishte diçka si dritare që e bënte, vendoste sipër tekstit. Është për rroket. Po, për evidentimin e rrokjeve. Po më erdhi kështu, më kthye në. Këto janë metoda dhe ne e di ku është fatkeqësia, se edhe për metodikën mund të flas gjithkohë. Fatkeqësia është që në vitin 1996 më duket, filluan të flasin me të madhe për faktin që metodat jashtëzakonshme për mësimin e gjuhës dhe për qasjen ndaj lëndave shkencore po vijnë nga ky shtet, nga ai shtet, nga kjo, kjo nuk është e vërtetë. Bashkë me kolegen time, ne jo vetëm që kemi studiuar abetaret e 100 viteve përpara, por kemi studiuar dhe shumë shpejt do e nxjerrim Giovannin. Giovanni ka qenë metodisti dhe didakti më I mirë që ka njoh historia e arsimit shqiptar. Dhe çfarë vumre ne aty? Që të gjitha metodat që na ushitën në vitet 96 si të reja, si bashkohore, dhe nga një vit të ndryshëm që I sollën nga ky apo nga I shtet, në fakt Giovanni I kishte sjellë në vitin 1926. 80 vjet përpara. Pra, e kuptoni sa qesharak bëhen këto njerëz sot në syt tan. I kishte sjellë Giovanni, emrat e mëdhenj kemi aty. Duhet thjesht të heqim pluhurin dhe t'i marrin t'i vënë në vendin e duhur. Aty ku ato e meritojnë të jenë. E drejtë. E drejtë. Ka shumë gjëra për të përmirësuar. Përmirësimi I parë duhet të ndodhë nga të heqim dorë nga deliri I madhështisë. Që do të thotë? Gjua shqipe. Mos e ke me këtë gjua shqipe është më e vjetra në botë? Po, e kam dhe këtë me turbo albanologët, siç thotë Vebiu. E para, nuk mund të pranoj që shqipe është nëna e të gjithë gjuhëve. Kjo është
një lloj gabimi kështu që të vjen dhe për të qeshur. Sikurse nuk mund të pranoj që shqipja që nga gjua që ka lindur 6.000 vjet më parë. Okej, edhe kjo është e dyta. Por dua të jem me këmbë në tokë dhe të them që gjua jon është gjua vjetër që shkruar edhe përpara Buzukut. Pra, përpara vitit 1555, përderisa kemi një libër kaq të mirë, do thotë që shqipja ka ekzistuar përpara. Dua të them këtë. Dua të them që shqipja jon është një gjuhë kaq e bukur dhe kaq e pasur sa mban të gjithë gjuhët e tjera, sado të vjetra dhe larg të dokumentuara të jenë ato. Më pëlqen të mund të jem pak old school, siç mund të etiketoj ky brezi alfa, po më pëlqen që fëmijët të mësojnë poezi përmendësh, të bëjnë atë që e thot Umberto Eco, gjimnastikën e trurit. Dhe truri nuk ka nevojë të themi më humbi pini, më humbi truri. Dhe truri mbahet në lojë duke mësuar gjëra përmendësh, duke lexuar, duke u thelluar. Unë jam nga të paktët besoj individ që them që të rinjt sot lexojnë më shumë se ç'kam lexuar unë në kohën time. Problemi është që unë kam lexuar letërsi artistike shumë. Ata lexojnë tekste jo letrare shumë. Tekste jo letrare. Dimitër Paparisto në vitin 1911 thoshte send njoftësi. Sa bukur. Ne e lam këtë term. Çfarë ishte kjo? Send njoftësi, thot ai. Send njoftësi. Për tekste jo letrare. Pra të njohim botën e sendeve. Çfarë bëjnë tekstet jo letrare? Por nuk Sa e bukur. Këto gjëra, po pra, është shumë e bukur. Dhe ne i lam këto. Ne kemi Simon Shuteriqin, një nga didaktët më të jashtëzakonshëm që nxjerr fjalë të jashtëzakonshme, që është i pari që solli librin e mësuesit. Jo librin e mësuesit në kuptimin që kemi ne sot, po ato konceptimet e librit të mësuesit. Pra janë emra të mëdhenj, janë emra që bën shkollën e vërtet. Simon Shuteriqi është i pari që bëri një libër të vërtet shkollor, madje edhe me programe, me plane mësimore, me atë që ne sot ja kemi vënë emrin kurrikul. E bëri ai, nuk erdhi në vitin 2013. Ka ardhur në 1919 më duket. 1911, po. E kuptoni se sa të vjetra i kemi gjërat, pse po i shesim si të reja drejt që e mori. Kanë ekzistuar të gjitha. Shiko sa të bukura kanë qenë. Dhe ishin njerëz, këtë më lejoni ta them këtë. Patjetër. Dhe ishin njerëz të cilët nxorën para nga xhepi i tyre për të ndërtuar shkolla. Nga xhepi i tyre, nga familja e tyre, i morën dhe ndërtuan shkolla. Kështu ndërtu Normalia e Elbasanit. Me Lefnosin, me Simon Shuteriqin, me Dimitër Papariston, me Shef Qedaiun, që vdiq në Burg. Firmëtari i pavarësisë, më rënqethet mishit tani. Kishte studiuar juridik në Stamboll. Erdhi në Shqipëri, punoi në Dibër në gjithë Shqipërinë, shkroi abetare. Mori pjesë firmosi në aktin e pavarësisë dhe 40 vite ja hoqën firmën. Në kohën e diktaturës ja fshin firmën Shef Qedaiut. Çfarë kishte bërë Shef Qedaiu? Me paratë veta dhe jo pak, mori pjesë në mbajtjen e Kongresit të Elbasanit, ndërtoi Normalen e Elbasanit. Çfarë i bëm ne? Jo ne, Ne futëm në Burg, e dënuam 36 vite dhe ai vdiq në Burg. Nuk kam dieni nëse familja i ka eshtrat apo jo, këtë nuk e di, por ishin njerëz dhe njëherë dua ta them që hoqën para nga xhepi i tyre për të ndërtuar shkolla. Zor se do ta bënte njëri sot. Po hapim. Tema edhe motella. Letërsinë s'ka nevojë të të pyes, me kinematografinë si e? Shoh shumë filma. Okej. Shoh jashmase filma, dëgjoj muzikë. Dëgjoj muzikë franceze, më pëlqen shumë. Patrick Fiori është këngëtari im i preferuar, nuk është trendi për ju, po unë e pëlqej. Më pëlqen shumë kinematografia. Sa po kam parë filmin, se kam lexuar një libër, Muzeu Pafajësisë. Në Netflix. Të pëlqeu? Seri. Më pëlqeu shumë. Shumë diskutime ka hapur. Dhe ja kam dhënë studentëve kur të shkoj të entet, kam forum. 2 grupe me studentët që un kam 2 kurse, 2 grupe.
I kam thënë, ne do bëjmë forum për këtë film, të njëjtën ne dua të parë filmin, të mbaruar. Po e kanë lexuar librin fakt. E kanë lexuar patjetër. Studentët e letërsisë po e bëj studentët e letërsisë dhe studentët e biznesit, po e bëjmë bashkë. Okej. Sepse unë mendoj që ai libër është dhe film, padyshim, është një libër që tregon situatën egoizmit maskilist, është një Dikush e tha. po, është egoizëm maskilist dhe është një libër që duhet të zgjojë nënat e vajzave përpara se të zgjojë vajzat. Sepse unë nuk ja fal asaj nëne që pasi vajza vdiq, vazhdonte atë djalë ta trajtonte sikur e kishte djalin e tij. Ai është trumbullari. Jo i vdekjes, po sepse ai është simbol. Ai është simbol. Unë do ta diskutoj me studentët, mezi po pres, në fakt, sepse është pjesë emisionit që i kam vënë vetes për të çliruar vajzat sot. Unë jam idhtare Oriana Falachit. Okej. Dhe gjithë vajzave që dhe jam në krye të luftës, sepse unë kjo mendoj që është luftë për jetë vdekje, të vajzave që po u mbyllet goja, po u hiqet zëri, po u hiqet fytyra, po u hiqet zëri, unë këtë nuk e pranoj dot. Askush nga ne nuk e pranon dot. Kështu që secili kemi një përgjegjësi për ta çuar përpara këtë luftë e cila ditë pas dite po bëhet më ashpër. Po bëhet më ashpër, e vërtet. Mirë, mbase ne do duhet kishim folur pak më shumë, po edhe pse folëm shumë më tepër për gjuhën, nuk bëm keq, bëm shumë mirë. Shiko, meqense të pëlqen kinematografia, ne kemi një dhuratë nga Cineplex. Faleminderit shumë. Është një bilet dyshe. Shumë pra mund të shkosh me dikë tjetër që zgjedh vet, është bilet pa datë që mund të shkosh kur të duash ti, pra kur e mendon ti, për një film që ty të pëlqen që e ka datën në kinema, ta shijosh edhe. Faleminderit shumë. Është dhuratë që e vlerësoj jashtë mase, sepse sapo kam parë në Cineplex filmin e jashtëzakonshëm Nuremberg. Po, me Russell Crowe. Me Russell Crowe, Nuremberg. Dhe jam mrekulluar nga i film. Shpresoj të marr. Unë e kam parë atë në një faqe pirate vetëm një ditë pasi kishte dalë në 25 në 26 nëntor, e kam parë taze fare. Cineplex-in është fantastik. Është film fantastik. Ai e ka qartë. Po më ngjallët kureshtin, kështu që. Është fantastik dhe dikush nuk e di kemi kohë. Dikush ishte e bukura. Hy për të parë filmin dhe në kinema isha vetëm unë dhe një mikesha ime, isha me një mikeshën time edhe një çift. Film i jashtëzakonshëm. Me zor po prisja sepse vajza ime e kishte parë në shtetin ku ajo jeton dhe më thotë shpejt sa të dal. Dhe shkova, nuk jam shumë e sigurt për titullin e filmit, se pa mend. Dhe ishin vetëm 4 veta. Kur dal. Po ju pas keni qenë shumë, unë kam qelluar dhe vetëm. Kur dal, shikoj një radhë me njerëz, nuk do flas për filmin e radhës, shikoj një radhë me njerëz. Na e merr mendja për cilin po flet. Dhe i thash, këto njerëz po të kishe shkuar aty na kishe parë dhe ne. Dhe i them vajzës, do rjepet filmi tani, thash, në orën 6? Jo, tha, po për kë po rrim këto njerëz? Për këtë, tha, dhe më tregoj një film. Zdut tanat e moja skënd. Thash, po kur rjepet ky filmi, thash, kaq pak veta janë? Jo, tha, zakonisht tha, po kur janë filma kështu dorës 2, tha, nuk ka shumë njerëz. I dorës 2 ai. Tani, ai një film që ka trondit gjithë botën. Që është një ngjarje historike, që ti e shikon për shumë arsye, që ngjarje në teatr. Dhe ishte edhe në teatrin kombëtar, ë? Ishte edhe në teatrin kombëtar. Pra ishte në kinema dhe në teatrin kombëtar njëkohësisht. Bukuri tani. Ti aty shikon autor kollos. Është prodhim i jashtëzakonshëm. Është fillesa e gjyqit të Hagës. Aty e mori fillesën. Dhe njerëzit banin në radhë për një film shqiptar. Jo se s'kam gjë me filma shqiptar, se kemi filma shqiptar shumë të mirë. Po mungesa e ndjeshmërisë ndaj çështjeve kaq të mëdha dhe kaq të rënda. Po le ta quajmë. Kjo është e vërtetë, kjo është kritik që vlen. Kështu që kjo është një dhuratë shumë e vlefshme për mua. Unë e frekuentoj vazhdimisht Cineplexin. Faleminderit. Falenderoj shumë që ishte pjesë e kinotekës. Edhe unë u kënaqa shumë.
Uroj që edhe ju miq të Kinotekës jeni kënaqur, mos harroni na ndiqni në rrjetet tona sociale, na gjeni në YouTube, në Instagram, në Spotify dhe siç e themi shpesh herë edhe në rrugët e Tiranës, mund na shihni edhe të na flisni patjetër. Shihemi në mërkurën e ardhshme. Pafshim. Pafshim.